Na lidh në të sotmen me atë që është edhe legjenda e kësaj kalaje. Legjenda e atyre që përpiqeshin të ndërtonin ditën dhe e atij që prishte natën. Ishin vëllezër dhe ajo legjend në fakt ka reflektu në vazhdimsi në jetën shqiptare, shekull pas shekulli ka reflektuar edhe në letrat e shkruara nga mendjet mëdha të kombit ton, që nga Gjergj Fishta tek Faik Konica e të tjerë të cilët e kanë pas pamundur mos ta lënë edhe me shkrim që halli më i madh shqiptarit i vjen nga shqiptari, por nga ana tjetër lajmi i mirë për ne është që shumica e shqiptarëve tani më është shumë e qartë edhe është shumë e vendosur për të çuar deri